kuptova. Kam vënë re që ti trajnon shumë të rinj kryesisht për me marrë profesion elektricist, besoj. Patjetër. Sa kohë duhet një të riu për me marrë një profesion të tillë? Tani, unë do ta ndaj pak këtë se patjetër ka shumë të rinj që marrin profesion, por në fakt nga statistikat që unë kam, mosha mesatare atyre që më vijnë për trajnim janë mbi 30. Okej. E di pse? Sepse shumica e atyre që vinë në fakt janë elektricist, por e kanë zanatin me të vjedhur. Pra e ka punuar në Itali, në Greqi kryesisht, por edhe në Gjermani, dhe këtu te ne mbi zotrona e thënie zanati vidhe, që është gabim, është absurd në vështrimin tim, nuk mund ta vjedhësh zanatin. Pra zanati mësohet. Dhe pjesa më e madhe atyre që vinë është për forcuar njohuritë që ata kanë. Dhe ti marrin si duhet, sipas rregullave, në mënyrë që të jenë edhe konkurrues edhe me tregun në Shqipëri, por edhe nëse e shikojnë përsëri veten e tyre jashtë vendit si emigrant. Tani për të marrë profesion si fillestar, varet e para njerë nga aftësia dhe dëshira e gjithë secilit. Ka nga ata që e marrin për një kohë për disa muaj, ka nga ata që mund t'i duhen vite. Madje kryesisht kur më vinë të rinj, zakonisht vinë me familjarët, o me maman ose me babain. Dhe gjë e parë që i them, se unë fund ditës biznese kam dhe lek dua, i them t'i bëj disa pyetje djalit, dhe pyetja e parë që i bëj i them, ke ardhur vet apo të ka prur babai? Për të marrë këtë zanat, të elektricistit, programuesit, se janë edhe këto shërbime dhe tjera. Ka nga ata që thonë po e kam e qef vetë qysh i vogël e dua, ky unë e projektoj që po të punohet, ka të ardhme dhe mund të heci. Ka nga ata që thotë shikon se kam me shumë qef këtë, po më ka prur babi se thotë ka punë. Dhe unë i sugjeroj, i them shiko, gjej një profesion tjetër se nuk je për këtë. Pra mund të shpenzosh 5 lek, por edhe kohën mbi të gjitha, që ta ndjekësh, se do vish. Pra ka një farë periudha që ta ndjekësh. Pra, edhe ata prindër që unë e kuptoj duan të japin një zanat fëmijës dhe shumë mirë bëjnë, por edhe ti pyesin pak. Sidomos baballarët, flasin me djemtë e tyre. Pra, se nuk mjafton vetëm shiko merr një zanati po të çojnë në shkollë. Por e do këtë apo jo? Se bamaki nuk e do një diçka tjetër. Pra, nëse zanatet ti e do atë punë që bën, ti do kesh sukses. Nëse ti nuk e ke me qef, vjen keq, po nuk do hecesh dhe do dështosh. Të kuptova. A mund të më shpjegosh pak lutem çfarë bani specifikisht te akademia juaj? Çfarë profesionesh merren? Ja ta shpjegoj unë shkurtimisht. Mënyra se si unë i bëj trajnimet, i bëj duke e përshtatur me realitetin dhe tregun e punës. Nuk bëj ato trajnime tradicionale me literaturë të viteve 90, se jemi në 2025. Dhe fatkeqësisht dhe fatkeqësi e shkollave publike dhe universiteteve, po duhesh në vendin ton, është në vitin 2025, vazhdon me kurrikula të viteve 2000 akoma, apo mos edhe më larg. Mënyra se si unë e kam qasjen tek kursi instalimeve elektrike, programimit smart home-it, PLC-ve, kamerave, sistemeve të alarmit, e kam thelbin te praktika. Dhe konkretisht, përveç pjesës praktike lidhjeve, çelësa, priza, automat, tokëzim, aparatet e gjitha me radhë, një gjë tjetër që unë jam mësoj studentëve që nuk e bën njëri tjetër, dhe kjo është plus që unë e kam, është leximi ose i mësoj studentët, kursantët të lexojnë projektet elektrike. Sepse në botë jashtë, ti mund të jesh elektricist shumë i mirë, por nëse ty t'jepet një projekt dhe ti nuk di ta lexosh, vjen keq, po do përfundosh ndihmës. Por edhe këtu, në Tiranë sidomos, punohet me projekte, me skema. Dhe kjo është gjëja e parë. Gjëja tjetër që unë i mësoj studentëve të mi, është edhe preventiva, nxjerrja totale e listës materialeve, se disi ndodh këtu rëndom. Nga që nuk din këto që unë po them, një pjesë teknikëve, lidhet me një dyqan lagje aty, do bësh ti shtëpinë, instalimet. Vjen merr me hamendje ca materiale dhe thot, po mu deshëm prap, vi të marr prap, po mora tepër, vi ti kthej mbrapsht, e le faturën e hapur, po kjo nuk është serioze, sepse gjë e parë që të kërkon një klient, kërkon një preventiv, ku ti do fusësh materiale, do fusësh dhe koston, hakun tënd punës, sa lek do t'i marrësh. Pse? Se që t'japi punën tyje, ta garantoj ka pyetur edhe 2-3 tjerë. Dhe nëse ti nuk di ti bësh këto, ti humbet punën zotëri, sa thot një pjesë nuk marr punë. Po s'ke si të marrësh punë kur ti nuk je serioz në atë që ti ofron. Dhe duhet të jesh konkurrues me të tjerët. Pra duhet të jesh një hap para. Dhe
Këto janë ato që duhet ti di një i ri sot. Se nëse nuk i di, këto nuk mjafton, se një qeles, një prizë automat, mekanikisht mund t'i mësoni dhe në vende tjera, ka dhe tjerë që i bëjmë, por këto që unë ja ofroj, janë ekstra që do t'i shërbejnë më shumë, në thonjësa, edhe se pjesa praktike që do bëjnë nesër në terren.